Mirëmbrëma të gjithëve. Good evening to everyone. Do doja t'ju uroj paqen e Perëndisë gjithë secilit. I want to say to you, peace of God be unto you all. Dhe do doja të lexoj nga Psalmi 34 për t'ju inkurajuar. And I want to read from Psalm 34 for you to encourage today. Dhe Psalmi thot: Unë do të bekoj Zotin në çdo kohë. Lëvdimi i tij do të jetë gjithmonë në gojën time. Shpirti im do të krenohet me Zotin. Njerëzit e përulur do dëgjojnë dhe do të gëzohen. Do të lartësojeni Zotin bashkë me mua dhe lëvdojeni të gjithë emrin e tij. Unë e kërkova Zotin dhe ai më përgjigj, dhe më shliroi nga të gjitha tmerret e mia. Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan, dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan. Ky i pikulluar i klithi dhe Zoti e plotsoi e shpëtoi në të gjitha fatkeqësitë e tij. Ëngjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron. Provojeni dhe shihni sa i mirë Zoti, luma i që gjen strehë tek ai. Amen. Amen. Isha duke lexuar këto vargje sot në mëngjes dhe po mendoja. I was reading these verses in the morning and I was thinking Edhe po mendoja edhe rreth situatave të mia. I was thinking around my situations. Ndonjëherë ne kemi kohë të qeta dhe jemi duke pritur në Zotin. Sometimes we have like calm moments and we wait upon the Lord. Ndonjëherë kemi stuhi dhe duam menjëherë që Zoti na përgjigjet. Sometimes we face storms and we ask from God for Him to instantly answer us. Ndonjëherë kemi situata kaq mirë sa goja jonë është plot lavdërim ndaj Perëndisë. Sometimes we go through these good situations and our mouths are filled with praises. Dhe ajo që Zoti preku zemrën time nëpërmjet këtyre vargjeve ishte, kjo është e diela. What God touched my heart through these verses is that this day is the Sunday, Që unë do t'ja përkushtoj and Perëndisë. it's the day that I am going to commit it to God. Dhe do doja që sot mos ta mendoni si një të diel të zakonshme, And I don't want you to think this Sunday as a usual Sunday, por le të jemi njerëz të zakonshëm që presin gjëra të jashtëzakonshme nga Perëndia. but let us be ordinary people expecting extraordinary things from our God. Më kujtuan dy histori që kam lexuar këto kohë. I was reminded of two stories that I have been reading lately, and I want to share these stories with you. Në shekullin e 19 ishte një burr In the 19th century, it was a man, dhe kishte një shtëpi me fëmijë e tij. and he had a house with orphan children. Edhe në darkë ai pa që dollapet ishin bosh dhe nuk ishte asnjë gjë për t'u dhënë këtyre fëmijëve për mëngjes. And during dinner time, he saw that he did not have anything for these children to feed them. Por ishte një situatë e vështirë për të gjithë popullsinë që e rrethonte. But it was a difficult situation for all the people around that place living there. Por ai zgjodhi t'i besoi Zotit. But he chose to believe God. I zgjoi fëmijët në mëngjes He woke up the children in the morning edhe i tha, adhurojeni Zotin. and he said to them, worship God. Dhe ai shkoi në një dhomë po lutej. And he went inside a room and he started praying. Dhe nuk kaluan as 5 minuta dhe trokiti dera. And after 5 minutes, somebody knocked on the door. Edhe ishte furxhiu I fshatit. And it was the bakery man that was living in that village. Edhe I thot, nuk më ka zënë gjumi tër natën. Zëna brenda më thoshte që duhet të gatuaja për ta fëmijë. And he said to me that I couldn't sleep during all the night because I wanted to cook for these children. Dhe pas 2 minutash bie përsëri dera. And 2 minutes later also the door knocked again. Edhe ishte një bregtor që kishte lop. And he was a farmer. He had like cows in his Dhe të njëjtën farm. gjë ai thot, një zëna brenda më thoshte që qumshin që do të milja në mëngjes do t'i ta silja në këtë shtëpi. And I had a voice inside. He said that I had a voice inside my heart that the meal coming out of my cow this morning, I wanted to give it to you. Edhe ky burr vendosi dhe tha, faleminderit Jezus, And faleminderit Zot. This man said, "Thank you, Ai Jesus. Thank you, besoi God." personin më të rëndësishëm. He believed the greatest person ever. Dhe kur ne jemi njerëz kaq
të zakonshëm, And when we are these ordinary people, me probleme që janë normale për shumë njerëz të tjerë, and with problems that might be very normal for other people, po kur kemi shpresë që atij që ne I besojmë është më I madh se çdo situatë, but when we have hope that the one we believe is greater than everything else, ne bëhemi pjesë e mrekullive të tilla. we become part of this kind of miracles. Edhe unë do doja që sot ti të presësh një gjë të tillë. And I want you to expect something like this Do today. t'rregoj një histori të dytë. And I want to share also a second story. Ishte një mjek I famshëm, He was a famous doctor, edhe mori vesh që do të zhvillojë një kongres, and he got noticed that a meeting, a great meeting was going to happen. edhe ai edhe se ishte një kohë e vështirë, ishte dimër dhe ishte shumë ftohtë dhe ishte stuhi, Even it was a difficult time, like it was winter and very cold, ai tha unë do ta mbas të rast. he said, I'm not going to miss this chance. Merr avionin, niset, He took the plane and he set off. në fluturimin tjetër që do të ndërronte nuk vazhduan me avionët, And in the next flight, the planes they wouldn't fly again. edhe ndodhi që mori një makinë me qerata, unë nuk do ta humb atë çfarë unë kam kërkuar. And even though he didn't have a chance with the second plane, he said, I'm going to rent a car and I'm going to go there. Udhëtoi në mes të stuhisë, And he traveled in the midst of a storm, edhe tha, unë po shikoj asnjë gjë. and he said, I'm not seeing anything. Por ai tha shtëpinë e parë që unë do të shoh, unë do të ndaloj dhe do të kërkoj ndihmë. But he said that the first house that I'm going to see, I'm going to stop. Ndaloi, troviti në derën e shtëpisë And he went there, knocked on the door, dhe del një plak, and there an old lady comes out, edhe ajo e fton në shtëpinë e vet, And je she- për të ngrënë, and she guides him in the house, she feeds him and takes care of him. edhe ky burri e pyet, me kë jeton në këtë shtëpi? And this man asked her, this old lady, with whom do you live in this house? Jam vetëm thot, me nikin tim që është I sëmurë. She said, I am living alone with my nephew that he is sick. Nëse ti je në rregull tani më duhet të shkoj të flas me Zotin tim. And if you are, if it is okay for you, now I want to go and talk to my Lord. Po pse do flasësh e pyet ai? And he asked her, why are you going to talk to him? Sepse unë I lutem atij që të sjellë një doktor për nipin tim ta shëroj. Because I pray to him for God to bring a doctor for my nephew to heal him. Shko çfarë bën Zoti? Look what God does. Atë që është e pamundur, ai bën të mundur. What is impossible, he does it in possible. Unë doja sot që të ngrihemi të gjithë me këtë qëndrim në zemër, And I want every one of us to stand together with this kind of attitude in our hearts. ashtu siç unë tregova këto dy histori, unë dua që ne të jemi tregues të historive tona, se Zoti na ka vizituar në atë jetën tonë të përditshme. Like I shared these two stories, and we ourselves tell our stories and what God has done for our lives. Edhe le ta kërkojmë Perëndin, kur ne adhurojmë atë, kur ne I Let's lutemi, ask ai na God, viziton. seek Him, and when we pray, He visits us. Ashtu siç ai vizitoi ata fëmijë e tij, Like He visited those children, those orphan children. ashtu siç vizitoi të zonjën e sëmurë me nipin, Like He visited this old lady with her nephew, ai vjen dhe viziton zemrat tona. and He also Le ta comes and dorëzojmë visits atij our hearts. So let's Dhe ti seek Him lutemi and Perëndin ask të Him. kërkojmë vizitën e Let's tij. pray. Let's pray for Aleluja, His Zot, presence. falenderoj Perëndin në këtë mbrëmje, Zot, faleminderit Zot që ti je I mirë, Zot. Faleminderit Zot që ti ke zgjedhur Perëndin që bite këtu që të kërkojnë Perëndin të të gjejnë, Zot. Shumë na thot fjala jote, Zot. Dhe ne lexuam fjalën tënde, kush kërkon të gjen, Zot. Dhe kush adhuron emrin tënd, Zot, merr përgjigje për lutjeve të veta, Zot. Dalë në mbrëmje sot Perëndin, e lutemi që ti do të prekësh zemrat tona, Zot, dhe do të vizitosh ato, Zot. Pavarësisht nevojave që ne kemi, Zot, pavarësisht falënderimeve që ne kemi, Zot, ne lutemi sot Perëndin që ne do të prekim dorën tënde. Ne lutemi sot që në këtë mbrëmje, Zot, ti do të merresh shpjegimet e tua me vitet tu, Zot. Edhe ne do të jemi dëshmitarë, do të jemi pjesë e historisë tënde, Zot. Në këtë qytet, Zot. Në emrin të shenjtë, Zot, në shpallin e timin tënd, Zot. Aleluja. Dhe të adhurojmë, Zot, dhe të presim prej ti, që ai prek dorën tonë, për situatën tonë. Amen. Aleluja.
Deposita
Shërimi do vi, bekimi do vi, Zoti
Mi Shqipërisë në emër të Krishtit Zot. Mi shto postit e shtetkur mundu dhe është poshkave tona në emër të Jezusit. Halleluja. Fjala e Zotit thotë gjithë krijimi le të shpallë shenjtë, le të shpallë në emrin e Jezusit, e ndërsa ti shpall emrin e Jezusit, fuqitë që kanë sjellë probleme në jetën tënde do ulen poshtë edhe janë poshtkave të tua sot në emrin e Jezusit. Ti je fitimtar në emrin e Jezusit, ti je fitimtare në emrin e Jezusit, sepse ai është i shenjtë. Halleluja, do të lutem zjarrin e frymës sot në verën e jetën tonë. Prezenca jote Zot. Bushu me lavdinë e Zotit Zot. Thuaj Zot, unë dua më shumë nga lavdia jote. Merë më shumë nga lavdia e Zotit Zot. Thyej çdo pengesë, çdo emocion, çdo frikë, çdo paragjykim, çdo gjë i turpit të thyet në emër të Jezusit. Halleluja Zot. Çdo mur që ka dalë përpara teje, Zoti thotë unë mund ta thyej. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus, shame. Sikur më parë, Zot, ne e dim Zot që lavdia jote është në të vend, Zot. Ne e dim Zot që Jezus Krishti banon në zemrat tona, në jetën tona, sepse është shkruar dhe ne besojmë Zot atë çfarë është shkruar, Zot. Prandaj Zot ne jemi këtu Zot për të nduar Zot për mirësinë tënde, për dashurinë tënde, për hirin tënd, Zot. Ti këndon se ti i shehë, këndon se ti i dej, Zot. Dhe falenderoj Zot që ti ke bërë të mundur Zot që me gojën tona Zot ne kemi të privilegj Zot për të pasur emrin tënd në gojën tona Zot. Ne le të adhurojmë ty Zot, ne bekojmë emrin tënd Zot, ne le të marrë Zot të gjithë Zot në një zemër Zot ne do të kujtojmë që ti je i mirë, ti je mbret i zemrës sonë, ti ke bërë mrekullinë në jetën tonë. Ne të shkojmë për atë që ti je Zot, ne të shkojmë për atë shpirtin tonë, ne të shkojmë për mirësinë tënde.
Hallelujah, falenderoj Zot për prezencën